Janë disa mira pjesëtarë të komunitetit Çam që çdo fund qershori marrin rrugën nga pjesë të ndryshme të Shqipërisë për në klogjer të Sarandës. Buzë rrugës në një fushë me barë të thatë poshtë një mali të lartë me sullinsh, prem disa qindra viktima të shpërnguljes nga territoret që së ndodhen në kufit shtetëror të Greqisë. Gra dhe bura, fëmijë dhe pleq nuk mundën të shpëtonin uriz dhe smundjeve, vuajtjeve dhe mundimit dhe u varrosën në këtë zonë. Mine Qamo thotë se ishte 4 vjeç atëherë dhe nuk mban mend asgjë. Së bashku me motra dhe vëllezërit arritën t'i mbjetonin. Ajo thotë se vinë për të kujtuar bashkëtarët dhe të afërmit e tyre që u ndan nga jeta. 4 vjet më marrën edhe kush të soi këtë? Nëna edhe vëllezërit. Humbut në një pjesëtar të familjes? Jo, të 4 shpëtuan, 2 motra, 2 vëllezër. Shpëtuan vetë, morëm rrugën edhe ikë. Ndërsa një tjetër grua çame me veshjen karakteristike thotë se babai ka lënë amanet që eshtrat ja çojnë në Çamëri. Gruaja thotë se vjen prej 20 vitesh në këtë vend pasi babai i saj humbi motrën 15 vjeç dhe të tjerë të afërm u varrosën gjatë kohës së shpërnguljes. Vim me një mall të paparë sepse këtu ne kemi eshtrat e xhaxhallarëve, gjyshëve, gjyshit që na kanë mbetur në këto fusha këtej. Ne vim këtu për të hedhur syt nga Greqia që e kemi shumë pranë, për të vajtur të malluar në vendin tonë, për të puthur pragjet e shtëpive tona. Ndërsa Majnjë Kodre Xhafer Gjinika thotë se është nga Mërgulliçi i Çamërisë. Para disa vite shkaloi kufirin dhe shkoi në fshatin e tij pa dy shtëpitë dhe madje u takua edhe me shokët e shkollës. Ai është optimist se Çamo do të shkojë një ditë lirisht në shtëpitë e tyre dhe megjithëse është 80 vjeç thotë se i mban mend mirë gjitha ngjarjet. Isha 11 vjeç thotë plaku dhe u nisën që të gjithë për të kaluar kufirin pa ujë dhe pa bukë. Çat në shtëpi, në pazar, kam gjetur shokët e mi të shkollës, kam gjetur fare fisin tim që kam lënë atje, miqtë e babait e të gjithë. Kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtimi Drizi thotë se për të popull martir do të ndërtohet një varrezë monumentale për rreth 3000 pjesëtar të komunitetit Çam që humbën jetën gjatë shpërnguljes. Së bashku me liderin e vendosjes Kosova Albin Kurti dhe drejtues të faktorit politik Çam, i cili ka 2 vende në parlamentin shqiptar, zoti Drizi thotë se do të bëhet më shumë për çështjen çame. Ata mbjellin një ullis simbol të paqes dhe mbjetesës në afërsi të vendit ku do të ngrihen varrezat monumentale. Sepse jetët tona janë shënjuar nga kjo padrejtësi dhe ne do të vendosim drejtësi. Ne kemi me vete në rrugën tonë, me mira shpirta të rënësh, në të 2 anët e kufirit, ku Çamëria kufizohet me Çamëri. Greqia nuk e njeh çështjen çame dhe gjatë bisedimeve dypaqe me Tiranën zyrtare, autoritetet greke kanë mohuar bisedimet për kthimin e disa qindra pjesëtarëve të komunitetit Çam në pronat e tyre. Të dy vendet kanë firmosur prej vitesh një traktat të miqësisë, por në drejtim të së drejtës pasurore, deri tani nuk ka pasur asnjë progres në frymën e këtij traktati. Për Zërin e Amerikës nga Klogjeri Sarandës, Raimond Kola.